Si ta mbani bukën të freskët për disa ditë? Ekspertët kanë gjetur një mënyrë alternative të thjeshtë të cilat mund t'ju ndihmojnë në mbajtjen e bukës më të freskët. A jeni edhe ju pjesë e kategorisë atyre që shkojnë çdo ditë në furrë? Në këtë rast, ja si ta mbani për disa ditë bukën që blini të freskët. Dëgjoni me kujdes dhe ndiqni këshillat një nga një. Prisni ndonjë bukë që nuk do të hani ose nuk doni ta ngrohni. Pas rreth 2 orësh ndajini në feta të dytë ose të tretë në pjesë dhe vendosni në qese të vogla. Më pas përsëri në frigorifer. Hiqeni atë nga ngrirja disa orë më parë dhe merreni vetëm sasinë që konsumoni në të vërtetë. Përpara se të konsumoni bukën, e vendosni në temperaturën e dhomës, në mënyrë që ajo të kthehet edhe me vlerat që ka pasur më parë. Vëmendje: informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor.